Përshëndetje mi së dashur. E por që ka dalë Besnik Tahiri i AK-s para presidencës, edhe pas ka marrë një farë fjalimin ka gjatë gatë. Gjë se Albin Kurti po kqyr me kap edhe presidentin apo presidentin, edhe me kap 3 figurat e shtetit, edhe me bajgare tani me ta. Gjoja si mas këtila në thojza. Mirë po Besnik Tahiri ka arruë se çka kanë bo këta. Të janë një speqakore, Betelenken, fabrikën e ujit, 5 milion, Betelenka 54, filmi 200.000 euro pe parët rezervat shtetit, e shumë e tjerë. Po mi që shkojmë dhe dëgjojmë i lutëm, e të diskutojmë të bashku. Dy parë zgjedhje, i fiton lëvizja vetë vendosje. Në të fundit me 51% dhe nuk është në gjendje ta bëj shtetin funksional për shkak se është e pangopshme dhe don që ta merr edhe këtë institucion. Për presidentin. E tash ti nderuam apo na tregon me kon me bashkëpunu. Me Juve që e çuni Argati Servis, me PTK-n, po gjithashtu e qunë që është punën me Serbinë edhe Irani ja ka pagu ushtrinë Albin Kurtit, por me i bo këto sene, ashtë më tha që ka pas thonë në parlament, apo LDK-ja. Apo na kalzoni tash? E presidentës dhe na sjellën në situatë kur në ditën e fundit me zetë ditën kush është e kandidati dhe na imponohet një betejë tjetër në gjykatën kushtetuese në mungesë të përgjegjësisë totale politike, institucionale, shtetënore, kisha me thonë dhe historike. Shtetënore historike. Hajte ngojmë çka është ajo? Opozita nuk duhet me u frigu, me u bashku krejt, por që i bukur shumë është vonu. Po li pra mu bashku krejt kundër Albinit. Dhe këto ka qëllimi me. A di pse? Masi që e ka marrë vesh që u betu Donika Gërvalla, që do e bojmë ligjin për konfiskimin e pasurisë, u tranu opozita. U kanë me bo këtë bashkë, me bo që mos, ama e kanë këtë. E kanë. Shkojmë? Opozita për të qenë e bashkuar në platformat e veta politike. Dhe unë mendoj që çfarë do bashkimi që duhet ndodhë karshi këtij pushteti, duhet mos ketë vetëm profil politik, e djathtë e majtë, po duhet ketë vizion shtetënor, se si me i dalë një situatë një katrahure, i cila ka plegu këtë shtetë. Për para që apo na tregon Besnik Tahiri, çka keni bojo? Albin Kurti bile i kthej 17% territorit. I mbylli zyrat ilegale. E hiqi dinarin sërb. I boni targat e Kosovës, me targat e Kosovës në Serbi. E shumë postat, e shumë tjera. Votimet. Po jo, apo na tregon? Qakorin. Kua qakore, zotë Tahiri? Kallaj është me dalë me folë, me akuzu njërës. Zoti kanë thonë blesh të nanë. Sulmi është mbrojtje e mire. A mos për e dhez. Hes për e dhez. Kështu që shkojnë ameq. Edhe pak. Të shqyën që apo thot. Timi për garën zgjedhore është tjetër. Ne as atëherë nuk kemi qenë kundër, as tash nuk kemi kundër. Ne mendojmë që para petkut ton partijak, para petkut ton ideologjik është... Pse nuk mendoj që qështut sa e konën në qeveri, sa e konë një në pozit. Po asë që keni mendu atë punë bile, keni pas zepat plot, pare shtetit sa dush, kështu që toka merë sa dush. Qa me thonë misë? E tash
Po del, po shet men këtu, po thot i Albin Kurti, po do këto, ja do këto. Ma mirë s'po folim eq. Ma mirë se mos po gabojnë e sene, kështu ma mirë s'po folim eq. Ky shtet është ky institucion. Dhe unë mendoj përderisa nuk ka kësi mendimi. Opozita është e dopt. Jo, na dim që jeni dopt. Jeni dopt, a di pse? Se javë kanë zonë rotën me bisht. Keni vjell. Keni shqit tokë të Kosovës. Keni marrë tokë të Kosovës. I keni privatizu tokë të Kosovës. Pa tjetër që po. Po, do vje koha, do vje koha. Edhe koha jonë do vjen që do dilni, koha jonë atë kuptimin si Kosovë, që do dilni edhe ju para gjyqe. Krejt që ka keni marrë, keni mi këthy. Parët e popëzë keni marrë, parët tona. Toka Kosovës, e keni privatizu. Shikër me konë toka e babës. Edhe ka sa? 4 euro. Are. Respekt, mes në këta iri. Kështu që mishtë të dashër, kjo ishte video për sot, mirë pafshëm vit të radhës. Zotë ju rujtë me që.